njeri me folë për dobit e istighfarit apo. Dunja veç do të merr ndoshta ligjërat. Mos flasim për dobite e kësaj fjale në ahiret apo. Ku jemi na me këtë fjale? Me në mëjlis ka thonë 100 herë ai që Allah ja ka folë këtë gjunat apo. Ai që s'ka pas gjunat, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka pas gjunat. Ai s'bën gjunat. Veç dashuria dhe Allah xhallahu ala. Sa do të bëjmë astaghfirullah. Prandaj sikur se thot Hasan al-Basri rahimullah, akthiru min qawlikum astaghfirullah. Shpeshtoni të thënurit e fjalës astaghfirullah. Kudo që t'jeni thot, fi buyutikum, në shtëpijet e juaja, wa aswaqikum, në tregjet e juaja, wa amalikum, punët e juaja, kudo që t'jeni, shpeshtoni gjithkund, kudo që jeni thuni astaghfirullah. Nëse thot Hasan al-Basriu, nuk e dini ju kur zbret falja. Ku e dini kur ka vendosur Allahu xhallahu ala me zbrit faljen tuk? E duhet me gjet apo kur ai do me zbrit faljen, me gjet ty ka pret me shport të gatshëm. Apo të thonë astaghfirullah. Apo çfarë thuaj astaghfirullah, që të shportën. Sa musliman e kam shela ja rab, zonin po flan njëra. Apo ti po zbret falje e madhe, atë që veç një herë me të rrugë në qatë moment fjale astaghfirullah. Apo këtë gjunat falë apo. Atë sa fiton ti, e di vallai po ç'a më bëu, në son halli duhet më flet, na lodhëm na. Çao vllai ndrum, çao, gjysore para sa vojta. Gjysore. S'po do më hinda do një orë, atë persona çdo kujt apo. Çao 10 minuta para sa vojta. Çao. Edhe në flash pas asaj, pas një kodë sot në sabah. Çao në çat vakt. Mundohu që bile 2 minuta, 3 minuta, 5 minuta, apo çështë për gjumë shumë, mu qënë qatë vakt, veç më astaghfirullah. Astaghfirullah, tash pas bet, tash o pazari madh. O pa tani vazhda, se sabajnë është të falë mas 1 orë. A mas faku, mos leja që pjesa e tretë e natës me të kalu, pa u shënu t'in këtë regjistër se je qu, ke thonë astaghfirullah. Nëse vallaj për dunia ishe qu apëtë. Jo për dunia apëtë. Po ti e qu për thmi tu e qu apëtë. Me po me kopë temperatura, se këqyrë sa asati. Asa ke flet, as ke flet, për lyp, nga. Po, me të falë Allah, gjunojnë të nëshë ma mirë se thmija e të Allah. Ti ki nevoj ma shumë për falë se për thmi tu ki. Ose me konë shëndeti me të rokë, me dim dhomin, pjesë të të natës, apo qapa. Qo është Allah? Andaj, subhana, a nuk në shqetsojnë gjunojnë pak ma shumë se dhim të adhomit? A që ka që mbo gjunojnë të në, po? Sa një dhëmë? Dhomi s'le me flajt. Edhe kupton drejt këtë punë. Se këdhim të ka s'flet tash, normal është këtë punë. Të në bëzë zidhja. Gjunat me pas pak ma seriosë se dhim të dhomi të loznjë. Andaj me indijek sebebe që i ceka. Nga sebebet kryesore të kërkimit të falës është të përfitimin nga emri Allah el Ghafur është të themi astaghfirullah. Edhe Allah xhallahu na ka premtuar se jo vetëm që na jap falë, qad yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Sura Nuh. Apo nëse istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kërkoni falje për Allah nga se është Ghaffar, ai është që mbulon e fal shumë. Nëse kërkoni falje, le që Allah ju fal, po yumdidkum bi amwalin wa banin. Ja ushton pasarësit, ju jap fëmijë. Apo edhe jap pasuni. Tash ose ja u jap bereqetet tyne, ose ja ushton edhe bereqetin edhe sasin. Andaj masaj vjen malekum. S'ma shkoj çfarë pyetje? Malekum, çka keni më radh? Çka puna ju? La terjuna lillahi waqara. S'ka ne pesht më Allahu te jo. Sa gjunojnë e keni, sa nevoj për rizk keni, sa nevoj për falje keni, hapet, malekum, qka puna ju? Andaj kjo pyetje është goditje madhe, sura Nuh, malekum, qka keni, qka puna ju? Unë po i thëmë, a ki nevoj ti për thmi, po, a ki nevoj për shnet, a ki nevoj për pasuni, a ki nevoj, krejt ki nevoj këto, unë po të veç istaghfir rabbekum, lip falje t'jebi krejt, hapet si të e bo, malekum, qka është puna ju? Andaj kjo është kthirje fuqishme, apo, që robi me shpeshtu istighfarin, ka do që cilët, edhe me e konfirmu në vazhdimësi, për me zotërisë istighfarit, premtimin dhe në Allah xhallahu ala se
aq sa ka mundësi unë të të mbeten besnik kësaj marrëveshje këtij ndryshimi aty o Zoti jam.